Më herët gjatë javës administrata timore ka nxjerrë dhe planin sektorial në sektorin e turizmit që konsiderohet me një risk të lartë i informalitetit dhe njëkohësisht janë kategorizuar edhe bizneset që kanë risk më të lartë. Ne mëngjesisht do diskutojmë me zotin Altin Sulejmani, ekspert kontabël. Zoti Sulejmani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Është një sektor me informalitet të lartë sektori i turizmit, përderisa do të jenë në shënjestër të këtyre kontroleve, hotelet, apartamentet, bujtinat, baret, restorantet, por njëkohësisht edhe të tjerë tatim pagues që janë regjistruar tek Ministria e Turizmit. Po, mbi gjitha ata që nuk janë regjistruar në Ministrinë e Turizmit, domethënë ata që janë regjistruar në Ministrinë e Turizmit, kemi parasysh që janë realitete të rregulluar, janë realitete të cilët sidoqoftë duan të përfitojnë nga hapësirat ligjore që lejon ligji dhe për këtë qëllim edhe kanë marrë masat edhe në fakt këta janë me risk më të ulët. Por ne kemi një sasi shumë të madhe po themi shërbim hotelerie i cili është tërësisht i parregulluar. Janë këto shtëpit, janë këto Airbnb që nuk janë pak. Edhe për mendimin tim paraqesin dy lloj problemesh. Njëra është ajo që ka të bëjë me deklarimin tatimor, por nga ana tjetër kemi parasysh që janë, domethënë na duhet ta konsiderojmë këtë sektor edhe në tërësinë e tij. Ka problematika që kanë të bëjnë edhe me sigurinë, me shëndetin, me elemente të tjerë. Pra nuk është thjesht vetëm deklarimi tatimor, ndoshta administrata tatimore është parë inspektoriateve të tjera sa i takon organizimit, si dhe ka instrumente domethënë për t'u përgjigjur kësaj nevoje, por me siguri kjo punë do të vlejë edhe për aspekte të tjera mjaft të rëndësishme në këtë sektori, siç po thoja, pra siguria, shëndeti, jo më edhe standardet e tjera. Zoti Sulejmani, si mendoni se do të bëhet ky kontroll? Do të jetë nga zyra në bazë të riskut, sepse kam përshtypjen që nëse do të jenë kontrolle në terren, kujt i bjeri rasti, do të jetë shumë e vështirë dhe nuk është se do të kemi ndonjë rezultat të jashtëzakonshëm në fund të gjithë këtij aksioni. Jo, në fakt se rrallë gjërat janë pak ndryshe. Në rast se, domethënë deri para kësaj, po them këtij revolucionit vogël të inteligjencës artificiale, gjithçka reduktohet në vizita në terren, edhe në rast se të kap ndryshe, domethënë ndryshe shpëtove. Është edhe fati mes. Ishte edhe fati mes. Po, jo, ishte edhe fati mes, apo një lloj fati tjetër, po themi. Po. Në këtë rast gjërat janë, unë parashikoj që mbas shtatorit, nga periudha shtator deri në dhjetor, do të zhvillohet puna më intensive dhe që mund të ketë më shumë konsekuenca për subjektet. Pasi sot, domethënë jemi në një situatë të tillë kur për të operuar subjektet me një thjeshtësi shumë të madhe, po themi bëjnë këto për notimet online, booking apo të tjera platforma që e ofrojnë, vetëm se harrojnë subjektet se kjo e gjitha lëshenjë e cila është domethënë shumë kollaj e verifikueshme tashmë nga tatimet. Mjafton domethënë që për secilin transakcion, për secilën pagesë, shenjat janë të qarta dhe kryqëzimi i informacionit në fakt bëhet shumë kollaj, pra midis asaj që subjekti ka deklaruar në tatime, qoftë individ apo subjekt tregtar, dhe asaj që efektivisht ka prenotuar, ka konsumuar, domethënë në këtë rast ka përqen, domethënë si të futesh thikën djath. Ka përqen shumë e thjesht për administratën tatimore dhe për mendimin tim do jetë thjesht një vullnet i tyre për të shkuar, për të vendosur deri ku duhet të shkojnë gjës. Duke pas parasysh se sidoqoftë është një sektor që është prioritar, tentohet domethënë të zhvillohet dhe ndoshta do frenohen edhe për të bërë dëme me gjoba. Por fakti është që duhet ta kuptojnë edhe subjektet që janë, domethënë, shenjat janë dhe mbeten aty edhe mas një viti, mbeten aty edhe mas 2 vjetësh. Kështu që s'ke ku shkon. S'ke ku shkon edhe shumë kollaj, domethënë edhe duhet mësojnë edhe njerëzit. Duhet ta kuptojnë, nuk është se kaloi sezoni veror, nuk tu paraqiten derë tatimorët edhe ti shpëtove. Jo, nuk e shpëtuar. Kemi parasysh edhe ndoshta domethënë unë mendoj që të çalojmë edhe në informim.
subjektet nuk e din që në fakt për nivelit xhiro të caktuar, po themi ne taksat e kemi shumë të ulta, ne deri në 10 milion lekë pa TVSH, 10 milion lekë të reja në vit. Po. Deri në 4 milion lekë të reja nuk paguan as tatim fitim. Por sidoqoftë, nëse regjistrohesh në po themi bën regjistrimin e dur, TVSH-ja e turizmit sidoqoftë 6% është pra e hotelerisë. Për mendimin tim mungon edhe informimi dhe në këtë drejtim drega tatimeve nuk besoj se ka bërë një punë të mirë, sepse në rast se do kishim një informim të mirë me siguri, domethënë plotësimi vullnetar apo domethënë vetë rregullimi i subjekteve do të ishte shumë më i madh. Dhe kam përshtypjen që shumë nga ata individ që drejtojnë sidomos bizneset vogla nuk i din pikërisht këto dy kufi që edhe ju përmendët, deri në 10 milion dhe deri në 14 milion. Këto janë zakonshme që na vinë edhe nuk ke çfarë të bësh, domethënë ne vim nga një nivel, domethënë nga një nivel i caktuar i dijes, i njohurive në këtë fushë. Edhe vazhdojnë të mbeten tabu, edhe sidomos për bizneset e vogla. Po në fakt duhet ta kuptojmë që sistemi ynë që unë kam rezerva për në këtë rast për domethënë se e kam mësuar, domethënë ka krijuar një kulturë mos pagese për sa kohë ke 000, domethënë ti në fakt pothuajse po paguan shumë pak, do të paguan vetëm kontribute të sigurimit shoqëror, që në fakt nuk janë as tatime as taks, janë kontribute. Paguan edhe një taks vendore, taksën e bashkisë. Edhe kaq pak, domethënë subjekteve i duket shumë. I duket shumë se mësuar mos paguajnë, por në fakt, domethënë krahasuar me rajonin, krahasuar me standardet e aty ku duan të shkojnë Bashkimin Evropian, janë pak. Domethënë barra fiskale për këto lloj madhësish subjektesh është për të thënë që nuk është e lartë, është e ulët. Pavarësisht kësaj, preferojnë atë zonën gri, regjistrohen, e hapin NIPT-in, i përdorin ato lloj burimesh që teorikisht janë të gjurmueshme, siç është booking apo diçka tjetër, pa e ditur që në fakt po lejnë shenja edhe po lejnë shenja më kot. Tatimi i fitimit është 0 deri në 14 milion lekë dhe shumë nga këto realitete janë 3-4 dhoma, 5-6 dhoma, 7-8 dhoma, sado të jetë sidoqoftë nuk i kalon limitet. Kështu që domethënë hezitojnë të regjistrohen nga padia. Dhe këtu kam përshtypjen kanë edhe një tjetër avantazh, por sërish nuk e dinë dhe duhet ai informimi që ju përmendët. Ata mund të kenë paguar detyrimet nëse kanë pasur aktivitet me Booking apo me Airbnb apo qoftë edhe online. Me Google detyrimet i kanë paguar tek vendi ku këto kompanit mund të kenë zyrat e tyre, aty ku paguajnë ato taksat. Ne mund të kemi marrëveshje për tatim dyfisht me atë vend dhe mjafton të marrin një vërtetim nga kompania që ja jep shumë thjesht që i kanë paguar ato taksa, e ngarkojnë tek diva apo në plotësime të tjera të deklaratave dhe thjesht nuk kanë detyrime, thjesht duhet ta bëjnë këtë procedurë. Tani e kuptova, domethënë, por ki parasysh për subjektet e vogla. Kjo është shmangja e tatimit dythisht, procedura shmangjes tatimit dythisht është tabu edhe për subjektet e mëdha. Në fakt nuk është aq e lehtë për sa kohë do komunikosh me furnitorin jashtë vendit, do i të kërkosh diçka, ai do ta sjellë, pastaj do shkosh të aplikosh. Kjo nuk është e lehtë dhe këtu ka pasur nevojë për informim. Unë mendoj që domethënë të tilla tema duhet ashtu sikur se ju sjellën vëmendje para fushatave zgjedhore, kam parasysh që nëpër televizionet kombëtare janë ato vitet promocionale se si të na mësojnë se si të votojmë. Po. Ve kryqin këtu, ve kryqin atje. Një duhet. Patjetër që duhet një atill. Edhe në fakt, domethënë kemi mungesë edhe sa i takojmë vetë faturimit, pra këto kompani është folur që kanë përfaqësuesit e vet tatimor, por nuk është gjithmonë e kollajshme të komunikosh me to dhe hera herës, po themi ka çaluar kjo, nuk e di, një rast i fundit ishte që kërkuam fakturë nga përfaqësuesi tatimor i Booking dhe na përgjigjja ishte ne nuk kemi përfaqësues tatimor, ju lutem na thoni ku e keni marrë këtë informacion, akoma më shumë. Domethënë e kanë lënë këtë gjë edhe kjo nuk është korrekte në fakt. Kjo nuk është korrekte. Në rast se do shtrëngojmë, në rast se do shtrëngojmë, do kërkojmë zbatojmë ligjin, duhet ta marrim parasysh edhe nivelin e informimit. Informacioni kundrejt publikut është nga kushtet dhe është nga të drejtat që tatipaguesi duhet kenë. Dega e tatimeve, të gjitha degët e tatimeve, domethënë edhe administrata qendrore çalojnë te kjo pikë.
edhe domethënë edhe është për të ardhur keq në fakt, pasi sforca e madhe është ajo që ti ofrosh sistemit një sistem tatimor të përshtatshëm. Në këtë rast ne e kemi, vetëm se duhet bërë më shumë punë me informimin dhe me edukimin e tatim-paguesve në këtë rast. Zoti Sulejmani, edhe një pyetje në lidhje me këtë plan sektorial të tatimorëve. Ku është më i madh informaliteti, në aktivitetin e biznesit apo tek puna, tek punësimi dhe mosdeklarimi i plot i pagës, apo thuajse edhe as pak, komplet në zezë i pagës? Shiko, paga, domethënë punësimin në Shqipëri është nivele shumë të mira. Por kur vjen puna pastaj tek aktivitetet sektoriale, me siguri ka shfaq statistika të tjera. Unë mendoj që problemi është deklarimi i të ardhurave, në fakt. Domethënë deklarimi i të ardhurave nga shitja. Qoftë sidomos për pjesën kur kanë edhe restorante apo edhe bare. Po edhe tek hoteleria problemi kryesor është tatimi i të ardhurave, sepse për sigurimet në përgjithësi, shiko, kush i ka bërë këto lloj, turizmi është zhvilluar si një zgjatim i një kategorie biznesmenësh të cilët e kanë një aktivitet tjetër, edhe janë zgjeruar edhe në fushën e turizmit. Kështu që e kanë edhe një lloj kulture, edhe kultura jonë dominuese për disa vite është që tek punojësit, tek sigurimi i punojësve asnjëherë nuk kursen. Nuk kursen sepse gjobat ne i kemi shumë të mëdha në tilla raste. Problemet janë shumë të mëdha, po mund të ketë probleme si pasojë e sezonalitetit. Domethënë, duhet më kuptuar tatim-paguesi këtu tashmë për sa kohë punojësi është aq shumë i kërkuar, e ndron postin e punës, vendin e punës edhe pa të informuar fare, ikën njëri vjen tjetri, është bërë domethënë duhet nga kuptuar këtë vështirësi subjekteve, nganjëherë nuk e ndjek dot edhe me punësimet se ata vetë hasin vështirësi për gjetë forcën e punës së nevojshme. Por mendoj, pra pyetjes tuaj i përgjigjem që është më problem është deklarimi i të ardhurave se sa sigurimet shëndetësore të punësimit. Zoti Sulejmani, ne kemi diskutuar pati relativisht sukses deklarimi ose plotësimi i divës nga qytetarët shqiptar, por tashmë jemi në fazën e dytë. Rreth 3.000 kanë nga 77.000 që duhet jenë normalisht përfitues për fëmijët që kanë në ngarkim, rreth 3.000 kanë aplikuar deri më tani. Është një procedurë shtesë e vështirë për shkak se për faktin që numri është kaq i ulët? Jo, më shumë janë edhe nga padia. Ideja është që shpesh, domethënë, divën nuk ka pas kulturë deklarimi, pra ti si punonjës, pra mund të jesh jo subjekt, një individ, duhet të bish derës një dikujt të specializuar, një kontabël të miratuar apo një ekspert e kontabël për të bërë këtë lloj shërbimi. Ne vetë deri dje nuk e kemi pas ofruar. Ishte shumë rrallë, pra do të divën e bëja për në raste shumë të rralla. Plus nuk kemi as listë çmimesh, nuk dim as si sillemi, çfarë çmimi ti vesh gjë. Edhe hera herës pastaj do të ka studio që e marrin përsipër këtë gjë, ka të tjerë që edhe nuk e marrin përsipër fare, domethënë e lejnë sepse në fund fare ka nevojë të kënaqësh edhe ca kushte sa i takon dokumentacionit apo të bësh disa arsyetime. Edhe tani nuk jemi, prandaj insistoj e vazhdoj të informimi, edukimi. Edhe në këtë rast, le t'i shpenzojnë, domethënë pak burime edhe për informimin nëpërmjet ekranit, për mënyrën se si duhet plotësohet kjo deklaratë. Është diçka e re, nuk mundet domethënë ta neglizhojmë impaktin edhe psikologjik të pëlhurës sociale. Ka nevojë edhe për një lloj insistimi, ka nevojë për një lloj edukimi të thjeshtë. Kjo është arsyeja që unë mendoj. Mund të jetë fakti pastaj që në momentin kur kuptuam për sa bëhej fjalë, domethënë se fillimisht na binte telefoni,
a kemi për të marrë nga 1 milion lekë? Po se u përdor 48.000 lekë shifra nga datimet, nuk u sqarua që është... Përdor për domethënë edhe për qëllimet e veta, po themi propagandë, por kjo punë nuk është propagandë. Është një nismë e mirë, është një nismë që do ndihmoj deklarimin e një lloj përgjegjësie tatimore, i cili përpara ka qenë domethënë shumë pak i ngacmuar. Mirë e kanë bërë që kanë gjetë një instrument, nuk është i mjaftueshëm, po themi duke pas parasysh se ty të zbritet nga baza tatimore 48.000 lekë të reja për fëmijë, nuk është joshje e madhe, po është diçka, sidoqoftë. 6.000 lekë, 6.200 lekë në vit për fëmijë, 500 lekë në muaj. Në vit. Po mirë, domethënë butona për të shtyp janë ato, nuk keni kusht madh në rastin e të kushtojnë gjë. Po do të kushtoj që të marrësh mandat pagesa, do të kushtoj një kontratë me vendin e shkollimit të fëmijës me institucionin ku shkollohet fëmia. Edhe ndoshta aty edhe shkurajohen thënë domethënë punët edhe të shkurajohen nga që nuk është një domethënë vështirësi e madhe për ta kënaqur këtë nevojë, po herë ne jemi të tillë, pra nga ana e kulturës deklaruese dhe kulturës financiare, domethënë vazhdojmë edhe mbetemi pak mbrapa, e kam fjalën si shoqërinë tërsinë e vet, jo për... Në kuadër të edukimit, Zot Sulejmani, kam përshtypjen që edhe masa e kompensimit duhet të jetë nivele më të larta, por edhe qartësisht e shpjegueshme. 6.000 lekë në vit është dhe kam përshtypjen që asnjë prind nuk ka interes të madh për ta plotësuar apo për të bërë këtë hapjen e dytë. Për të krijuar një çështje. Parasysh që në rast se nesër të kërkohet ta aprovosh me dokumentacion dhe ti nuk e ke, do penalizohesh për domethënë për deklarimin në fakt. Kështu që si hyn fare kësaj rruge. Kështu që nuk e hyn fare kësaj rruge. Është një sinjal, edhe pse unë do kisha preferu të fillonim dhe të bën të aplikon atë që Kosova ka kohë që aplikon me kuponat që ti mbledh gjithë gjatë vitit, edhe shkon merr lek cash në fund vitit duke prezantuar kuponat tatimore që mbledh, kupton, për TVSH-n. Kjo do ishte... Kemi pasur një tip të ngjashme në një llotari nga 2012-2011 mbase, u tentua por nuk funksionoi. Tip llotarie me fatura. Po, Kosova domethënë edhe është shumë domethënë funksionon, edhe do funksionojë edhe këtu, pra na duhet të bëjmë edhe pak publicitet, na duhet edhe të joshim. Unë po shikojmë tani nga krau i shtetit, i buxhetit, i strukturës shtetërore, domethënë. Ka nevojë edhe për pak takt, ka nevojë edhe për një lloj stili në rast se ti do i shton ta shtrish kaq shumë bazën tatimore, nuk mund ta bësh nga sot nesër. Dhe nga ana tjetër, ka nevojë edhe për një kohezion institucional. Në rast se, po themi, tatimet merren me diçka, ndërsa doganat kanë komplet një frym tjetër, apo një institucion tjetër, AKU-ja, apo dikush tjetër ka komplet një frym tjetër, do të njëri bjen taullës, tjetri bjen klarinetës. Kjo nuk shoh, domethënë nuk shoh kohezion, nuk shoh sinkron të institucional sa i takon këtyre lloj nisma. Se këto janë nisma edhe po i qyt bukura, të mira. Domethënë janë zhvillime të rëndësishme. Pra shteti shqiptar në 2024, 2025, 2026 do mahet mend që filloi edhe u përqendrua tek deklarata individuale të tatimit të ardhurave të individëve. Është risi, por shoh domethënë shumë pak përpjekje për ta trajtuar siç duhet këtë lloj risie kaq të madhe. Do jetë ke parasysh që është një lloj përgjegjësie tatimore që në të ardhmen me siguri do ketë një peshë shumë të lartë në buxhetin e shtetit sa i takon mbledhjes së të ardhurave. Duhet edhe një plan, ku diun 5 vjeçar, 3 vjeçar, në tilla raste koercizioni apo domethënë ushtrimi i forcës apo i masave shtrënguese funksionon më pak mirë se sa incentivimi apo joshja e tatim paguesit. Nuk, domethënë kam rezerva në këtë aspekt. Zot Sulejmani, edhe një pyetje në lidhje me qenë se dje u publikua paqja fiskale, u publikuan udhëzimet dhe sikur se kemi diskutuar, janë të ndara në 3 fasha. Fshihen gjithë ato përpara 2014-s, 2015-2019 është një periudhë, 2020-2024 është periudha tjetër. Është një ofertë më mirë dhe a ka interes nga ana
e bizneseve për të përfituar nga kjo paqe fiskale? Po, domethënë e pristim ishte e vonuar para llogarit që jemi me 15 maj. Po. Tashmë afatin e kanë lënë deri në fund qershorit për të kënaqur disa lloj pagesa që interesojnë sidomos kësaj pasës fundit 2020-2024. Kjo ka për qenë interesante, besoj ka për qenë edhe është për tu parë edhe këtu. Kemi domethënë shumë subjekte obsolete që mbartin gjoba që para 2014-s. Edhe këtu domethënë nuk është kuptuar akoma. Pra, askush nuk e thot që detyrimet për kontributet e sigurimit shoqëror, detyrim për kontributet e sigurimit shoqëror shëndetësore nuk falet. Nuk falet detyrimi. I takojnë duhet ta thotë, domethënë se të vinë, ato që ti nuk e prish dot çdo lloj falje, çdo lloj paqe, nuk prish dot rregullat e funksionimit të brezave, që brezi i sotshëm që duhet të garantojë pensionet domethënë e atyre që një herë kohë ishin kontribues. Edhe gjithmonë asnjë rast domethënë nuk i ka prek kontributet e sigurimit shoqëror, por ndodh që na vinë zyrë dhe pretendojnë tani që t'i falen të gjitha. Por i thuaj që shiko se kontributet nuk falen, prit tikit pyes në një tjetër, se s'ka mundësi, se kam dëgjuar në televizor ndryshe. Janë vështirësitë tona, domethënë vështirësitë që hasim, edhe kemi kohë që i hasim, por mendoj që ky do ketë një impakt pozitiv për të pastruar librat e shtetit që tashmë mbartin detyrime obsolete nga një anë, nga ana tjetër për të lehtësuar edhe këta tatim pagues që shumë kanë ngelur edhe peng, ka një subjekt që ka disa detyrime, ka ngelur penge atit, nuk i është prishur edhe iniciativa për diçka tjetër se domethënë se gjobitemi. Duhet ta kuptojmë që domethënë shikja njerëzore funksionon edhe kështu. Zoti Sulejmani, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.